Arber Hoxha nuk do të transferohet te Widzew Łódź. Jakub Diktynski, që është zëdhënës i përshtypi i klubit polak, konfirmoi se nuk po negociohet me Dinamo Zagreb. Një tjetër thashë them ka dalë në sipërfaqe, me një ton shumë të ngjashëm me disa të mëparshëm. Kështu që dua t'ju informoj se Widzew nuk është në bisedime për të nënshkruar me Arber Hoxhën. Ne mbetemi të përqendruar vetëm në ndeshjen e radhës, shkruan zyrtari i klubit polak në rrjetet sociale. Fillimisht, ishte thënë se Arber Hoxha do të transferohej nëse Widzew Łódź arrin mbijetesën. Dhe pse klubi polak po ja del, nuk shfaqet i interesuar për shërbimet e sulmuesit të kombëtares. Teksa sezoni futbollistik po i afrohet fundit, vëmendja po zhvendoset gjithnjë më shumë drejt merkatos së verës, aty ku një grup i konsiderueshëm futbollistë shqiptar pritet të jenë protagonist. Emra me eksperiencë në ligët kryesore europiane, por edhe profile në kërkim të një rilindjeje sportive mund të ndryshojnë destinacion në një periudhë që premton lëvizje të shumta. Berat Qimshiti. Një nga rastet më të komentuara është ai i kapitenit të mbrojtjes Kuqezi, Berat Qimshiti, që ndërmbrojtja e Atalantës ndodhet në muajt e fundit të kontratës dhe sipas raportimeve të mediave italiane, largimi në fund të sezonit të duket një skenar gjithnjë më i mundshëm. Edhe pse klubi bergamask nuk ka dalë me një qëndrim fjuartar, interesi nga skuadrat të tjera italiane, por edhe jashtë Italisë bën të ardhmen e tij të hapur. Në moshën 33 vjeçare, Qimshiti mbetet një profil me përvojë të madhe dhe stabilitet në mbrojtje, çka mund ta bëjë një opsion të vlefshëm për skuadra që kërkojnë siguri në repartin defensiv, si edhe eksperiencë. Ylber Ramadani. Situata e ngjashme paraqitet dhe për Ylber Ramadanin me sfushorin e Lecces. Kontrata e tij po shkon drejt përfundimit, ndërsa interesimi nga Torino është konkret. Megjithatë, mediat italiane raportojnë se Lecce ka shfrytzuar drejtën për një rinovim afaqshkurtër për të shmangur largimin me parametra zero. Ramadani ka qenë një nga pikat kyçe të mesfushës këtë sezon dhe ruajtja e tij do të ishte një goditje e rëndësishme për stabilitetin e skuadrës. Elseid Hysaj. Në krahun tjetër, Ciki Elseid Hysaj të Lazio duket të drejtë fundit. Mbrojtësi i djathtë nuk është më pjesë e planeve afatgjata të klubit kryeqytetas dhe ditët e tij në Rom konsiderohen të numëruara. Me eksperiencë të gjatë në elitën italiane, Hysaj mbetet një profil të rreqës për skuadra që kërkojnë alternativë në mbrojtje, qoftë brenda Italisë apo në kampionate të tjera europiane dhe aziatike. Arpënor Muçolli. Për te emrave të konsoliduar, merkatoja mund të sjellë dhe lëvizje interesante për lojtar në kërkim të një hapi të ri në karrierë. Arpënor Muçolli, aktualisht pjesë e Göteborgut, shihet si një profil ofensiv me potencial për të kaluar në një ligë më konkurruese. Në moshën 26 vjeçare, ai ndodhet në një fazë kyçe të karrierës ku një transferim i zgjuar mund të bëjë diferencën. Në të shkuarën, Muçolli ka qenë dhe pjesë e Shqipërisë. Giacomo Vrioni. Në repartin ofensive dhe Giacomo Vrioni pritet të jetë një nga emrat që mund të ndryshojë ambient. Sulmuesi që aktualisht aktivizohet me Cezenën ka nevojë për një projekt ku mund të ketë vazhdimsi dhe rol protagonisti në mënyrë që të rikthejë formën e tij më të mirë. Ai u transferua me vujt e skuadra italiane, megjithatë ka mbetur në hije dhe ka pasur pak minuta në dispozicion, teksa aty po shkëlqen lojtari tjetër shqiptar, Christian Shpendi. Etnik Bruti. Një tjetër zhvillim interesant vjen nga futbolli kosovar, ku Etnik Bruti pritet të bëjë hapin e madh në karrierë, me sfushori të përfundon kontrata me Malishevën dhe gjithçka është gati për një transferim me parametër zero te Hajduku Splitit. Kjo lëvizje shihet si një mundësi e artë për 22 vjeçarin për t'u afirmuar në një kampionat më të fortë dhe për të bërë hapin drejt futbollit elitar. Endri Çekiçi. Ndërkohë, në listën e lojtarëve që mund të ndryshojnë destinacion përfshihet edhe Endri Çekiçi, me sfushori ofensiv me eksperiencë në disa kampionate, mbetet një profil interesant për skuadra që kërkojnë kreativitet të vizion në fazën sulmuese. Largimi i tij si lojtar i lirë do ta bënte një opsion të lehtësishëm në aspektin financiar për shumë klube, teksa nuk përjashtohet edhe një transferim i tij në kampionatin shqiptar. E përpash këta e këtyre emrave është statusi i tyre kontraktual të momentit delikat i karrierës. Disa prej tyre kërkojnë stabilitet në fundin e rrugtimit profesional, ndërsa të tjerë janë në fazën ku një vendim i duhur mund t'i çojë në një nivel tjetër. Të shumt janë dhe lojtarët e tjerë shqiptar që mbeten pas skuadrës në fund të sezonit, por një pjesë e mirë e tyre nuk kanë qenë kurrë lojtarë të kombëtares ose ndoshta edhe në shumë pak ndeshje. Huazimet.
Dy nga lojtarët më të komentuar për momentin, padyshim që janë Kristian Aslani dhe Ernest Muçi. Të dy lojtarët po aktivizohen në kampionatin turk, ku Aslani është pjesë e Beşiktaşit dhe Muçi pjesë e Trabzonsporit. Aslani u transferua me shumë bujë në merkaton e janarit në Stamboll, por gjasat që të qëndroj janë të pakta, ndërkohë që ndryshe duket situata për Muçin. Me sfushori me tiparin sulmuese është padyshim një nga protagonistët e Trabzonsporit,